ftesë e cila ka ftuar General Jasharin për të marrë pjesë në konferencën në Doha për krijimin e forcës stabilizuese për Gaza. Të nesërmën, pra me datën 11, unë kam dërguar propozimin te kryeministri Kurti dhe kam rekomanduar që të aprovojmë shkuarjen e General Jasharit në Doha të Katarit, për të marrë pjesë në konferencën për krijimin e forcës stabilizuese për Gaza. Të njëjtën ditë, me datën 11, nga kryeministri ka marrë aprovimin që të lejojmë shkuarjen e generalit për të koordinuar me tej çështjen e forcës stabilizuese për Gaza. Çka do të theksoja, sa për sqarim të opinionit, forca stabilizuese për Gaza është një forcë që është krijuar dhe do të funksionojë bazuar në një rezolut të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, rezolutës 2803, pra është një mandat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë nga OKB-ja për të drejtuar një operacion paqërues në rripin e Gazës. Dhe kjo mendoj që është ajo fitoria kryesore e vendit tonë, pjesëmarrja për herë të parë në një operacion që është mandatuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pastaj iniciativa e Bordit të Paqes, iniciativa e presidentit Trump për Bordin e Paqes, është një iniciativë që adreson më shumë këtë administrimin politik të ngjarjeve, administrimin politik të krizave dhe vendosjes së paqes dhe sigurisë, që patjetër që ndërlidhet me forcën stabilizuese, mirë po janë dy iniciativa, dy organizime, mund të themi, që janë të ndryshme, por që gjithmonë kanë qëllim të njëjtë, vendosjen e paqes dhe sigurisë. Forca stabilizuese ku merr pjesë edhe FS